Sot do të flasim për reformën zgjedhore, do të flasim për reformën drejtësi, të dyja të konsideruara shumë të rëndësishme, njëra jetike, por tjetra për shkak se jemi në prag të procesit të zgjedhjeve më 18 qershor, por që të dyja janë, mund të themi me gojën plot, janë të bllokuara. Me mua në studio është Erert Bylykbashi, deputeti i Partisë Demokratike, është nënkryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Drejtësi, gjithashtu edhe bashkëkryetar i Komisionit për Reformën Zgjedhore. Mirë se erdhët në studio. Zoti Bylykbashi, para se të nisim direkt me reformën zgjedhore dhe reformën në drejtësi, duhet ta nisim pak me një protestë që ju patët sot në Durrës, ku kërkuat për 30 minuta dorëheqjen e kryebashkiakut Dako për shkak, le të themi, për shkak se ju e akuzoni sepse ai ka favorizuar, le të themi, edhe lirimin me kusht të një prej kriminalëve siç është Lulzim Berisha. Pse? Sot ishte një protest. Mendoni se ai ka influencuar në lirimin e tij? Është e qartë, nuk mendojmë, është shkruar e zezë mbi të bardhë, referohet nga vendimi i gjykatës. Është një akt i paprecedent në gravitetin e vet. Sigurisht që dikush mund të pretendojë që janë procedura rutinë, po as në Palermo nuk mund ndodhë diçka e tillë, as në Napoli, as në Marseille. Askush as kryebashkiaku i Durrësit nuk ka drejt që Durrësin ta kthejë në një nga ato qytete që janë simbol i krimit të organizuar. Për fat keq Durrësi është kthyer në kryeqytetin e këtyre bandave, por në të paktën shteti nuk mund t'i jap dorë. Kjo e sotme ishte një protestë e heshtur, një protestë simbolike. Ne nuk kërkojmë më dorëheqjen e kryetarit të Bashkisë Durrës. Ne kemi kërkuar kryeministrit të Republikës së Shqipërisë ta shkarkojë kryetarin e Bashkisë Durrës për këtë shkelje të gjetur nga ekspertët ligjor të Partisë Demokratike, nga detyrat e tij si kryetar bashkie. Është një drejt kushtetuese e kryeministrit. Të gjithë mund të thonë që kryeministri nuk do ta bëjë, sepse nuk po e bën sot e kësaj dite me kryetarin e Bashkisë s'ka vaje, se mban në detyrë edhe pse është konstatuar që është i dënuar për dhunim. E mban detyrë, ndërkohë që edhe ligji i dekriminalizimit përveç kushtetues i jep mundësinë për ta shkarkuar. Pra nuk ka çudi, por tashmë detyra është në kërkesa jonë për shkarkim, është në tyrezën e kryeministrit, është detyrë e tij që të paktën të ruaj një gram nga morali publik në lidhje me atë që para një viti u miratua nga Parlamenti i Shqipërisë, që është dekriminalizimi. Nëse kjo është një procedurë standarde që ndjekin të gjitha bashkitë në raste të tilla, pse nuk duhet të bërë në këtë rast? Nëse do të ishte kështu, i bie që për çdo të dënuar të ketë certifikata të tilla pozitive. Sigurisht që është një vendimmarrje, pra është ashtu si presidenti i Republikës për shembull, vendos të fal dikë dhe dikë jo, fal dikë që ka kushtet, po të tjerë nuk mund të lirohen, po kështu edhe kryetari i bashkisë. Nuk mundet të pretendojë me një infantilitet në publik, por sigurisht është një përpjekje e pamundur për të justifikuar, ta thjeshtoj këtë gjë, thotë që kjo është diçka rutinë. Për fat keq, me sa duket dhe nga lista e personave të tjerë që për të ka lëshuar vërtetime të tilla, rezultojnë persona të dënuar për krime të rënda. Nëse kjo është një traditë e Bashkisë Durrës, kjo duhet të ndërprerë në sekond. Për këtë arsye, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, deputetët e Partisë Demokratike të Durrësit, këshilltarët në Këshillin Bashkiak të Durrësit, i kanë kërkuar kryeministrit shkarkimin. Le ta vendos kushtetuta edhe një herë në binar këtë situatë. A mendoni, le të themi, mund të jemi pak edhe më të sinqertë, le të themi me veten. Mendoni se në 2014 u bë dëmi më i madh kur për zotin Berisha nga dënim i përjetshëm u bë nga gjykata e lartë kaloi në 25 vite burg. Pse nuk u reaguan në atë kohë? Sepse në fundi dëmi i madh në këndvështrimin tim është bërë po në atë vit. Nëse nuk do t'i kishte ndryshuar dënimin nga i përjetshëm në 25 vite burg, nuk do të kishim asnjë nga këto posoja sot. Dhe pse nuk reaguat atëherë? Jo vetëm ju, kur themi juve Partia Demokratike, po them gjitha instancat, gjitha ato që ndjen të prekur nga. Le ta kapim aty ku është themeli i problemit. E gjithë kjo sjellje, pra ju e pozicionuat qartë, në 2014, kur ne kishim një vit që nuk ishim në pushtet, është marrë një vendim nga gjyqësori. Ndërkohë që në 2012 ishte marrë një vendim tjetër. Në vitin 2006 personi ishte arrestuar nga Partia Demokratike, siç në kuadrin po themi një lufte pa kompromis ndaj gjithë krimit të organizuar. Ju dini shumë mirë që në periudhën 2005-2007, po të gjitha bandat më të rrezikshme në Shqipëri përfunduan në burg. Pra kjo është sjellja e Partisë Demokratike. Në 2014
kur ne nuk ishim pushtet, filluan shumë gjëra. Por të arrije deri aty sa vetë pushteti implikohet drejt për drejt në jo uljen e dënimit tashmë, por në lirim, atëherë sigurisht tu jemi përpara një që shkon përtej emrave individual. Jemi përpara asaj që ne kemi denoncuar. Pakti i Edi Ramës, jo i Vangjur Shtakos, i Edi Ramës me krimin. Pakti për të ardhur në pushtet në një marrëveshje me këtë. Dhe sigurisht që sot dikë e ka bërë deputet, dikë tjetër e ka çuar në kryetar bashkie, apo i favorizon në forma të tjera, nuk është tjetër vetë se janë produkte të këtij pakti. Kjo është ajo që ne tentuam të dërmojmë dhe të thërmojmë me dekriminalizimin. Sigurisht që gjatë gjithë kësaj periudhe, në datë 17 para 2 ditësh, ligji i dekriminalizimit mbushi një vit që ishte miratuar me konsensus. Fakti që ne sot kemi kriminal në krye të bashkive apo në parlament, nuk është gjë tjetër vetë se tregon dhe njëherë që Edi Rama jo thjesht ligjin e miratoi në mënyrë për fars, por qëllimi i tij është krejt tjetër. Nga ana tjetër ka një ligj i cili e vë me shpatulla pas muri. Jo më kot, Bashkimi Evropian, Brukseli i kërkoi zbatimin e këtij ligji si një nga kushtet të cilave Edi Rama nuk i shpëton me asnjë lloj transformimi në kushte, kritere apo çfarë do lloj tentative tjetër për t'u kacavirë mbi xham. Ndërkohë që të gjithë të tjerët, përfshirë Kryebashkiakun e Durrësit, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm ekzekutojnë filozofinë e Edi Ramës. Ndërkohë ju sot deklaruat se po lëbohet fort për dekriminalizimin, hodhet akuza, le të themi, të drejt për drejta për kryeministrin Rama. Kush po lëbon dhe çfarë po lëbohet? Po lëbohet për të mbajtur kriminal në politik, për të mos u burgosur, le të themi, zyrtar të lartë, çfarë po lëbohet me dekriminalizimin? Jo, në këtë fazë të bëjë ç'të doj kryeministri, ajo që ka për detyrë është vetëm ta zbatojë. Është kusht i panegociueshëm tashmë i Brukselit, është kusht i panegociueshëm i Washingtonit. I kërkojnë në mënyrë specifike të zbatoj ligjin e dekriminalizimit. Për fat të keq, do thoja unë, Shqipëria u gjen në një situatë që u detyrua të miratonte një nga ligjet më të ashpra në këtë kuadër. Dhe është e qartë, me gjithë to që ndodhin, është e qartë pse? Sepse Edi Rama nuk të rriqet nga kjo. Pra, lobon nuk lobon, gjëja që është më e thjeshta, që është i detyruar, është kushti për zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Dhe zbatim do të thotë personat e kriminalizuar ikin nga parlamenti, personat e kriminalizuar ikin nga pushteti vendor, dhe burgjet nuk zbrazen. Kemi një ligj për amnistin me cilën çdo vit, nuk ka ndodhur kurrë që çdo vit vi një ligj për amnistin. Dhe kjo është diçka, është e paprecedent dhe sigurisht me pasoja. Gjykatat nuk punojnë që mbas një viti njerëzit dalin nga burgu. Me gjithë problemet e pa diskutueshme që ka gjyqësori në aspektin e korrupsionit apo të profesionalizmit. Ju thatë që dekriminalizimi ka bërë një vit dhe si shtat ju pra nuk është të shënuar progres, ndërkohë që ka një komision hetimor i cili le të themi merret me të gjithë formularët me verifikimin e të dhënave. A keni ju një raport se sa është numri i të gjithë zyrtarëve të cilët kanë rekorde kriminale? Ne dim që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka çuar vetëm me kërkesën e prokurorisë 2 raste. Ndërkohë që për fat keq është bërë një nga organet të cilat kanë bllokuar funksionimin e ligjit, kur ka një kompetencë shumë të rëndësishme. Që të gjitha rastet që konstaton edhe me pak problem t'i çojë në prokurori që t'i verifikojë më tej prokuroria. A keni kërkuar ju këtë formular nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe nga Departamenti i Administratës Publike? Formularët janë publik. Sigurisht janë shumë të dhëna të tjera të cilët duhet ishin vënë në dispozicion, por nuk janë, pak në rastin KQZ-s. Departamenti i Administratës Publike ka dërguar mbi 100 raste me sa di unë, por problemi nuk qëndron ke. Sigurisht që është e papranueshme edhe turp që kriminalë të gradëve të ndryshme janë administrat, por problemi më i madh është tek të zgjedhurit, siç është parlamenti, të zgjedhurit siç janë këshillat apo kryetarët e bashkive. Dhe ne këtu po luftojmë, ne këtë kërkojmë. Letë mos fshihemi ka administrata publike, të fshihemi ka ata që Edi Rama i merr, i piketon dhe i zgjedh, edhe pse janë kriminal. Sigurisht që ka instrumenta të tjerë, Partia Demokratike do vazhdoj. Ata që nëse menduan që vetëm me miratimin e ligjit e kalojnë këtë lumë, e kanë të vështirë, ka instrumenta të tjerë të cilat do ta shtrëngojnë edhe më shumë lakun Edi Ramës, sa më afër zgjedhjeve të vija, aq më shumë do t'i rritet kostoja për këtë.
Zotë Bylykbashi, është normale që, le të themi, të zbulohet nga mediat që një deputet, nuk ka rëndësi çfarë do lloj force politike, të zbulohet se ai ka fshehur të dhënat e tij. Kemi rastin e fundit të deputetit të LSI-s. Është normale të zbulohet nga media dhe tregon kjo qartësisht se dekriminalizimi ka dështuar? Jo, është pikërisht kjo elementi. E para, ligji ka vënë kufirin. Pra në këtë moment, deputetët, qytetarët, mediat kanë të drejtën, madje kanë dhe detyrën moral, për të vënë në zbatim këtë ligj. Dhe mediat kanë bërë rolin e tyre. Por çka ndodhur? Nëse dikush ka deklaruar, ka vënë një deklaratë të bardhë, përveç fakteve që zbulohen, ka kryer edhe një krim tjetër, që është falsifikimi i dokumentit, për të cilën personat përgjigjen penalisht, jo vetëm me largim nga detyra, po dhe me dënim. Pra, media nuk ka bërë gjë tjetër vetë se ka bërë një rol të vyer, pjesë e parashikuar në proces. A nuk duhet ta bëjnë të institucionet fillimisht, Zotë Bylykbashi? Të gjithë e bëjnë. Të ngarkuara me këtë detyrë? Të gjithë e bëjnë. Për verifikimin e të dhënave. Sigurisht, por nëse dikush deklaron që formulari është i bardhë dhe nuk ka asnjë denoncim tjetër, institucionet nuk mund të shkojnë më larg se sa aq. Por ajo ka që nga një moment personi që ka bërë deklarimin është zbuluar përpara syve të publikut, e përjedhoi kur zbulohet, qoftë dhe me kalimin e kohës, mban përgjegjësi. Dalemi pak tek vettingu. Partia Demokratike është akuzuar se me pretendime të një pasnjëshme ka vonuar në tërësi procesin e reformës në drejtësi. Ju ndjeni përgjegjës? Partia Demokratike bëri të mundur që vettingu të merrte një standard kushtetues. Vettingu të mos ishte ai i parashikuar në draftin kushtetues qeveritar të shtatorit 2015, të cilin Komisioni i Venecias e dërmoi në dhjetorin e atij viti me raportin e ndërmjetëm. Që vettingu të mos ishte si në draftin kushtetues të janarit 2016, që përsëri Komisioni i Venecias e dërmoi në opinionin final në mars të 2016. Ishte pikërisht insistimi ynë që bëri të mundur që vettingu të kap standardet ndërkombëtare dhe të kthehet në një normë kushtetuese. Ç'do thotë kjo? Me votën e plot unanime të Partisë Demokratike dhe gjithë parlamentit, ne sot kemi në kushtetut detyrimin që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët ti nënshtrojnë vettingun, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Por, mbasi u bë kushtetuta, kjo nuk do të thotë që e mbyllëm këtë dhe kalojmë lumin dhe tani vettingun do ta bëjmë si duam, duke shkelur çdo standard kushtetues. Jo. Ligji i vettingut duhet përputhet pik më pik me kushtetutën dhe ne këtë kërkojmë. Pra, vettingu do bëhet patjetër, çdo gjyqtar do të kalojë në filtrin e vettingut, çdo prokuror do të kalojë në filtrin e vettingut. Kjo do të thotë që çdo gjyqtar dhe prokuror që ka bërë korrupsion, apo ka lidhje me krimin, apo është i paaft, do të largohet. Kjo është pa ekuivok. Por tentativa për ta bërë antikushtetues nuk ka bërë gjë tjetër, vetë se ka vonuar. Nëse maggioranca do të kishte pranuar propozimet tona për ta bërë në përputhje me kushtetutën, ne sot ligjin e vettingut do kishim në zbatim. Kështu që sigurisht kur shkelen parime kushtetuese, kushdo që pretendon se nuk duhet i drejtohet Partia Demokratike apo dikush tjetër gjykatës kushtetuese, është duke pretenduar një absurd. Së shpejti, unë shpresoj shumë shpejt gjykata kushtetuese të dalë me një vendim, atëherë do të marrim vesh të kush janë probleme. Nëse ky vendim reflekton opinionin e Venecias, çfarë do bëjë Partia Demokratike? Nëse ne do të ishim shumë të kënaqur, nëse reflekton opinionin e Venecias, sepse opinioni i Venecias ka thënë gjë shumë thelbësore. Që ky ligj nuk shkel konventën? Jo, nuk ka thënë këtë. Ky ligj nuk e shkel konventën nëse organet e vettingut kanë kontroll të plotë mbi organet e ekzekutivit. Pra, fjala kyç këtu është kontrolli i plot nga organet e vettingut mbi organet e ekzekutivit. Nëse ky kontroll nuk është i plot, ligji është jo në përputhje me konventën. Nga ana tjetër, Komisioni i Venecias nuk është shprehur për aspektet kushtetuese, por vetëm për ato të parimeve të konventës, që do thotë pjesën e kushtetutshmërisë apo jo, ja ka lënë gjykatës kushtetuese. Por për të mos spekuluar më tej,
Ne besojmë që ne jemi të bindur që Komisioni i Venecias ka akredituar pikërisht tezat tona në lidhje me këtë. Ne shpresojmë që Gjykata Kushtetuese nuk do të jetë nën presionin ose nuk do të bjerë, se për të qenë është aktualisht, nën presionin e ekzekutivit, qoftë me kërcënime për largim apo me forma të tjera, nëpërmjet vettingut, pra kërcënim nëpërmjet vettingut, dhe do të marrim drejtësi kushtetuese. Pastaj, mbas këtij vendimi, vettingu do të bëhet dhe askush nga gjyqtarët e korruptuar apo të lidhur me krimin nuk do të shpëtojë. Për këtë unë jam i bindur dhe e mbështes me shumë forcë. Pyetja që shtrohet është pse mazhoranca në ligjin e vettingut nuk bëri atë që bën në ligjin për SPAK-un, për prokurorinë antikorrupsion, ku ne gjetëm gjuhën e përbashkët dhe bëm për këtë ligj shumë të rëndësishëm, bëm marrëveshje dhe votuam me konsensus. Pra, kush është motivi? Motivi është shumë i qartë. Edi Rama kërkon që vettingun ta bëj që të heq gjyqtarët dhe prokurorët që do, dhe të fusë gjyqtarët dhe prokurorët që do ta mbrojnë atë nesër, kur Edi Rama dhe ministrat e tij të jenë në bankën e të akuzuarve. Po të njëjtën gjë thotë dhe mazhoranca për ju që doni të mbroni këtë sistem pasi ju jeni. Po ne jemi në opozitë, kemi 3 vjet. Megjithatë, mendoni se Gjykata Kushtetuese le të themi është në presion nga të dyja palët, jo vetëm nga mazhoranca. Ne jemi opozitë. E gjitha që kemi është fjala dhe ne themi atë që mendojmë. Kurse mazhoranca kërcënon me vënien nën vetting apo jo të gjyqtarëve kushtetues. Ne kaq kemi. Pushteti jonë është fjala dhe argumenti. Sigurisht dhe norma kushtetuese. Ajo që nëse mazhoranca ka gjëra le këtu që 3 vite e gjysmë le të vazhdoj të bëj kallëzime penale të çojë përpara. Sigurisht, një gjyqësor i korruptuar është një imunitet shumë i fortë për politikanët e korruptuar. Unë shpresoj që ne shumë shpejt do ta kapërcejmë këtë ngërç dhe gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar mos jenë as alibi as mbrojtje për politikanët e korruptuar. Zoti Bylykbashi, në ngërç është edhe reforma zgjedhore. Nuk është bërë asgjë, mund të themi që jemi shumë afër zgjedhjeve të 2017-s. Çfarë po bëhet në komision? Çfarë do bëj Partia Demokratike atë që ajo ka në dorë? Keni dorëzuar platformën tuaj, do të nisë shqyrtimi, ku konsiston kjo platformë dhe do të diskutojnë le të themi edhe propozimet e palëve të tjera apo janë hedhur paraprakisht në tryezë? Është, siç e thatë ju, jemi në një ngërç i cili është vërtet shumë shqetësues, thellësisht shqetësues. Nuk ka ndodhur kurrë që një komision reforme zgjedhore të mos jetë në gjendje të prodhojë qoftë edhe një presje në kodin zgjedhor. Ka dalë dekreti presidentit dhe nuk është prodhuar një presje, nuk është zhvendosur një dispozit. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Që do të thotë, janë dy pal rekomandime të 2013 dhe 2015 pa trajtuara. Pyetja është, po pse kjo mazhorancë që nga fillimi vitit kur u ngrit komisioni nuk lëvizi gishtin, pse nga 17 maj kur ne propozuam një platformë shumë të gjerë, nuk u shpreh fare ndonjë heshtur dhe vetëm tani ka filluar të pretendojë se po bën propozime. Po pse kjo mazhorancë nuk bën ajo që është bërë në 15 vitet e fundit, një reformë konsensuale? Nuk ka rëndësi që ata bien drafte. Drafte duhet t'i shkruajmë bashkë. Mund të shkruajmë dhe neve 3 fishin e këtyre drafteve, madje me cilësi shumë herë më të mirë se sa këto që na kanë sjell, por kjo bëhet së bashku. Nuk ka vlerë që të bëjmë luftën e projekt propozimeve. Ju keni deklaruar se le të themi në zgjedhje nuk mund të shkohet me kryeministër Edi Ramën. Ndërkohë, vërtet dua të di se çfarë bëhet konkretisht për këtë reformë zgjedhore për të garantuar si shtonë votën e ligj. Kush është propozime të cilët çudisin këdo. Për 53 rekomandime kanë bërë gjithsej 12 nene. Është pa konceptueshme dhe pa pranueshme. Por një shqetësim shumë i madh është që ndër materialet propagandistike që ndalohet prodhimi dhe shpërndarja e shkrepseve, çakmakëve apo mjeteve të ngjashme ndesëse për propagandë elektorale. Ky është shqetësimi. Ne po na dalin të burgosurit dhe nesër do të jenë në mes të fushatës dhe shqetësohen për këtë gjë. Me këtë trajtojnë rekomandimet ose OSBE-dit, sigurisht kjo fsheh një të vërtet tjetër shumë të rrezikshme. Kërkojnë që komisionet e nivelit të dytë, KZZ, dhe komisionet qendrore të votimit të kthehen të gjitha 100% në mazhorancë 4-3 që kontrollohet nga qeveria. Po kjo që në vitin 2001 nuk ka ndodhur më. Dhe është haptazi, tregon kush është ideja e Edi Ramës për të bërë zgjedhje. Sigurisht, droga, paraja drogës dhe korrupsionit për shitblerjen e votës dhe sigurisht
përdorimi i kriminalëve dhe kontrolli i administratës. Kjo nuk ka për të kaluar. Ne jemi të gatshëm, ne kemi platformë shumë të gjerë. Çfarë do bëni në janar të 2017? Nesër po të jetë e nevojshme, ulemi dhe fillojmë dhe draftojmë nenet sipas rekomandimeve, sipas asaj që është tradita deri sotme. Nuk shërbejnë deklaratat e bashkëkryetarit apo antarëve të tjerë, nuk vlen fare, puna është ajo që na vlen në mënyrë që zgjedhjet 2017 të jenë me cilësi tjetër. Mendoni vërtet se votimi elektronik do të shmangte vjedhjen e votës, sepse sipas një raporti të dalë nga KLD-ja, të dhënat e kartës së identitetit nuk mjaftojnë, le të themi, për të shmangur ato që ka ndodhur në çdo proces tjetër zgjedhor. Së pari, votimi elektronik do të ishte një zgjidhje jashtëzakonisht efikase për të penguar shumë prej elementeve manipulativ në zgjedhje. Jo të gjitha. Jo të gjitha, për këtë të jemi të sinqertë. Por do të ishte një zgjidhje shumë e madhe. E kam dëgjuar dhe unë këtë shqetësim që ngrihet, sigurisht nuk është zgjidhje vetme që mund të jetë një zgjidhje tjera, por duhet hetuar më tej për gjetur problemet. Sot më është më e rëndësishme se kaq. Bllokimi që i bën reformës e bëri të pamundur numërimin dhe votimin elektronik. Kjo është shqiptarët do i bëjnë një pyetje Edi Ramës, pse e bëri këtë? Ndërkohë, le të themi të ndalemi pak të shkëputemi nga reforma, por tek juve jeni tashmë një kryetar i komanduar, le të themi Partisë Demokratike në Durrës. Pse u zgjodhët ju në krye të kësaj partie? Po, koha ecën dhe në kuadrin e, po themi, e përgatitjeve për zgjedhje, për vitin 2017, u gjykua që të bëhesh komandim deri në zgjedhjet e ardhshme dhe më pas në dega ti drejtohet zgjedhjeve statutore në përputhje me përcaktimet e kryesisë. Ajo që është më e rëndësishme është të bëjmë gati strukturën për zgjedhje. Është një barë dhe përgjegjësie e madhe, të cilën unë e marr përsipër në kuadrin e një përgjegjësie që çdo politikan duhet marrë në këtë kuadër. Mendoj që së bashku me të gjithë faktorët e tjerë të Partisë Demokratike në deg, po mbi gjitha, duke u hapur karshi qytetarëve durrësak përballë një arrogancë banale tashmë të pushtetit në Durrës, mendojmë që do të arrijmë suksesin të pikë. Unë falenderoj që ishit në studio. Falenderoj juve.